Përshëndetje dashamirë të bjeshkëve të Kosovës. Jemi në bjeshk të Tropojës, ose me emrin e ri, bjeshka e Gacaferit. Jemi pra në komunë të Junikut, në një ndër vendet më të bukura në Kosovë. Sot kemi ardhur te Gacaferi Guest House me bë një promovim të kësaj bjeshke të bukur, duke u ngjitur me skia deri në maje, pra deri te kufini përmes Shqipërisë dhe Kosovës, edhe të bëjmë një lëshim me skia disa herë për të treguar se edhe ky vend ka potencial të madh për shndrimin e një vendi shumë atraktiv në botë. Okej, këtu jemi të stani i Gacaferve, ose Gacaferi Guest House në bjeshk të Tropojës, ose në bjeshk të Gacaferit. Tash vjen koha për me u ngjit lart. Unë do të shkoj me skia, ndërsa Arsa do të ngjitet me rrath bore. A kishe mujt me na shpjegu çka janë rrath e borës? Po patjetër, do me thonë, për krejt ata të cilët dëshirojnë me bo ecje dhe gjatë dimrit, munden mi përdor këto që në gjuhën tonë njihen si rrath bore, ndërsa me një emër ndërkombëtar quhen edhe snowshoes. Këtu me mu i kam një palë snowshoes, duke përafërsisht kështu, mirë po ka disa lloje. Dhe si që po e shihni, është sipërfaqe ma e gjerë, e cila e pamundson sharimin e thellë kur kemi shumë borë. Për këtë arsye, përmes këtyre rrath borëve ose snowshoes, unë do të ngjitem përderisa Beni ngjitet me ski. Shqepatë edhe vetë, Kosova dhe kjo pjesë e Kosovës nashta është pjesa me potencialin më të madh për zhvillimin e turizmit ferrajt. Ferrajt do me thonë turizëm jashtë pistave. Në një Evropë ku secilën ditë po mjesin shumë më pak vendet pa komercializuara me teleferika dhe në pista komerciale. Çdo herë më shumë skiatorët evropian, ata që janë pak më odor më ferrajt, po kanë qejf me pa vende më të largëta ku s'ka shumë zhvillim në aspektin e infrastrukturës. Dikush mund të thonë që për neve nashta o keq që s'kem ndërtu edhe që s'kem mujt me pas një zhvillim, edhe pse mendoj që disa bjeshk duhet me pas zhvillim edhe pistat njëjta si ato në vendet ndryshme të Evropës së botës, po mandej edhe kjo që s'ka, kem fillu me shit si produkt interesant edhe pivon shumë tërheqës. Fillimisht bjeshtën emra dhe emrin e kam tërheqës, në anglisht Accursed Mountains, tingëllon interesant, e mandej edhe vetë Kosova që jo ma larg se 25 vjet ka qenë luftë dhe ka qenë vend i mbyllur për të hujt. Kur vinë këtu pendrojnë kuptimin komplet.
Okej, këtu në Bjeshtë Tropojës e takum edhe Jani nga Czech Republic, do të thonë nga Çekia, që sapo u kthy me shokët e tij prej Gjeravicës. Jani, do you like it here? It's amazing. It's amazing setup. It's very like something unique. You know what you don't find in Alps. It's just pure Balkan experience. I think take you up the mountain. You over here alone, which is the best like thing. What we find out, like we are absolutely alone over here, and the skiing is amazing. Lots of possibilities. Okay. And lots of things to ski. So we definitely coming back. Okej, pas disa lëshimeve të bukura në përshtigjet të paharrueshme të Bjeshkës së Tropojës, edhe këtij epizodi erdhi fundi. Shpresojmë se kjo Bjeshkë ju ka pëlqyer. Deri në episodin e ardhshëm, mirëmeqi.